pra klasa mesme amerikane ka qenë më e admiruara në botë. Po, e vërtetë është. Që nga vitet 80, ka ardhur është një klasë e mesme që po ngrihet vimësisht, pagat kanë ngelur stagnante, çmimet në raport me pagat janë rritur dhe njerëzit mezi blejnë një shtëpi ose mezi paguajnë qeran. Kjo është një problem i madh. Trump e ka kapitalizuar politikisht të problemet dhe sigurisht e ka bërë pjesë të dokumentit. Nga ana tjetër, mendoj që në afat gjatë Amerika dobësohet në momentin kur ka më pak emigrantë të ligjshëm. Është një fakt unë sot para mundësinë të shoh një fjalim të vjetër të Reaganit, fjalimi i fundit i tij para se të lindte presidencën, ku ai thoshte që gjëja që ndan Amerikën nga kombet e tjera, nga vendet e tjera, është që Amerika është i vetmi vend ku çdo person nga gjithë bota mund të vijë të kontribuojë dhe ta quajë vetëm amerikan. Pra everyone can become an American. Pra çdo person, çdo njeri mund të bëhet amerikan. Kjo është e bukur e Amerikës dhe këtë ndan Amerikën për shembull nga vende të tjera të botës parë si Japonia apo Korea e Jugut, që janë vende për shembull shumë etnocentrike, shumë ksenofobe etj. Dhe emigracioni i ligjshëm është mendoj unë arsye pse ai vend mbetet superficie botërore sot. Pra, burimet njerëzore që i ka thithur përmes emigracionit ligjshëm ka marrë, po themi, kokat më të mira të shkencës, të teknologjisë, të çfarë do lloj disipline? Po sigurisht, edhe sistemi vizave HNB, H1B që është bërë dhe debat, ka sjellë në Amerikë Elon Muskun. Elon Musk nuk ishte amerikan, ishte një njerëz që është nga Afrika e Jugut, po. Ky zotëria, jo të që jo më i pasur i botës, por është në rrugë për të bërë trilioner i parë i historisë, që është debat tjetër, por të tregon që njeriu më i fuqishëm, më i pasur, më inovator i atij vendi është në fakt një emigrant, nuk është një emigrant, është emigrant vetë. Kështu që kjo të tregon që Amerika është më e fortë në momentin kur thith emigrant, kuptohet me një sistem selektiv, por thith emigrant të zotë dhe që duan të asimilojnë vlerat amerikane. Nga ana tjetër, unë mendoj që kjo doktrina, strategjia e në një farë mënyrë paqes ose pranimit të diktatorëve nuk është një doktrinë e mirë, sepse nëse ti Putinin e lejon të hedh pa u largu në Ukrainë, ti praktikisht i ka dhënë leje Kinës të bëjë gjithë gjë, edhe pse në dokument fakt pritet që Shtetet Bashkuara të Amerikës do kërkojnë të kontrollojnë Indo-Paqësorin dhe madje janë të gatshme ta mbrojnë Tajvanin në rast se rrugët tregtare bllokohen, duke ditë që 1/3 rrugëve tregtare kalojnë nga gjiri i Tajvanit. Por nga ana tjetër, ti praktikisht i jep Kinës një precedent për të bërë të njëjtën gjë me Tajvanin ose me vendet e tjera agresore. Trump ka të drejtë nga ana tjetër kur kritikon Europën. Po, për të ardhur tek Europa tani, si duket, po themi, situata e raportit midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës ose Bashkimit Evropian, ndoshta, po për ta zgjeruar më shumë Evropës në tërësi, nga pikpamja e këtij dokumentit strategjisë së re amerikane. Dhe e dim që ka patur mjaft reagime nga liderët evropian, të cilët e kanë refuzuar me deklarata mjaft forta, pra duket vërtet një thyerje që është serioze. Është një thyrje serioze dhe nuk është një thyrje që pritej, sepse ne e dimë mirë që baza MAGA e presidentit Trump nuk e ka qef Europën, nuk e sheh si model Europën dhe për disa arsye mendoj që janë të drejta, duke ditë që në vitet e fundit, në emër të korrektesës politike dhe të ruajtjes së natyrës diverse të Europës, Europa për shembull ka qenë shumë e ashpër ndaj lirisë së shprehjes, do të thonë njerëz që kanë shkruar gjëra thyese në Facebook apo në rrjetet sociale kanë përfunduar brapa burgjeve ose janë gjëmbitur në vende si Gjermania, si Britania e Madhe, si Irlanda etj. Që është kuptohet një standard që s'ka lidhje fare me Amerikën. Nga ana tjetër, emigracioni masiv e ka tjetërsuar atë Europën që ne njohim. Domethënë ke shumë zona sot në vende ndryshme europiane që janë thyer në geto refugjatësh. Suedia për shembull, një prej parajsave të Europës, një prej vendeve më të sigurta të Europës, sot është vendi me kriminalitet më të lartë, ka bugje të thotë dhe përkon kjo rritje në kriminalitet me valën e madhe migratore. Mendon pra që Evropa është një rënje civilizimi ashtu siç përshkruhet edhe në këtë dokument, pra po ta përmbledhim? Por është një rënje civilizimi sepse Europa është ndërtuar mbi vlerat e krishterë. U mendoj dhe për shembull kishat në Europë janë bosh. Nga ana tjetër, në momentin kur ti sjell shumë njerëz nga vendet e kulturave që nuk kanë bërë me Europën, normalisht do kesh përplasje, do kesh goditje të kohezionit social, do kesh polarizim të madh dhe kjo është problematike. Kjo sjell rënje në civilizim. Fakti që për shembull në Britaninë e Madhe, Britania nuk është pjesë e Europës e Bashkimit Evropian, po është pjesë e Europës, po është evropian, është kulturalisht evropian, pjesë e Europës kulturale, jo asaj politike. Emri më i përhapur për meshkujt të sapo lindur në Britaninë e Madhe është Muhammed.
emri profetit islamik, që s'ka asgjë të keqe në fare që njerëzit quhen Muhammed, madje unë kam shumë miq që kanë atë emër, por Britania e Madhe është një vend i krishterë, perëndimor, nuk ka asnjë arsye pse të ketë dominancë një fe apo një kulture tjetër, sepse ato fe dhe kulturat e tjera kanë baza të ndryshme, funksionojnë ndryshe. Kjo sjell probleme në kur ti përplas me njëra tjetrën, fetë dhe kulturat, sjell probleme. Dhe ne kemi parë me rritjen e kriminalitetit, me papastërtinë në shumë vende europiane dhe me shembullin e Suedisë që unë të përmenda. Por ka dhe gjë që duhet të thënë këtu. Tani, kjo është gjë e drejtë, gjithë ato kritika që ti i përmend për Europën. Nga ana tjetër, ta çosh këtë logjik në ekstremitet, pra me që Europa ka probleme, Rusia është djali i mirë, Putini është ky krishter. Po pra për të ardhur tek çështja e sigurisë tani. Pra raporti SBA dhe Evropë sa i takon sigurisë. Në dokument thuhet qartësisht që Europa duhet të ketë marrëdhënie të mira me Rusinë. Pra Europa duhet që ta harrojë Rusinë si armik, ta bëjë Rusinë një mik, ta fuzin në shtëpi në një farë mënyre. Dhe nga ana tjetër, Amerika vetë, Trumpi e ka ofruar veten për që të bëhet pjesë e negociatave midis Europës dhe Rusisë për një normalizim marrëdhëniesh. Kjo për mua është e gabuar, sepse Rusia nuk është në asnjë kondit morale për të pretenduar normalizim marrëdhëniesh. Domethënë, ti nuk mund të normalizosh dot marrëdhëniet me dikë që është i ashpër, që është i vonshëm, që është agresiv, që nuk respekton të drejtat e tjerëve, sepse është immoralitet i madh. Dhe sigurisht që ta çosh logjikën e kritikës në Europës në ekstremin e vet, që është Brukseli është armiku dhe është problemi, dhe Putini dhe Moska janë mbrojtësit e krishtërimit të bardhë, për mua është një budallëk me brirë. Në fatkeqësisht ne e shohim edhe në rrethet e afërta me Trumpin, Steve Bannon për shembull ka konsideruar Rusinë një aleat. Sigurisht që Rusia nuk është një aleat, Rusia ka kontribuar në vrasjen e qindra ushtarëve amerikan, është një vend thellësisht kolektivist, është një vend thellësisht agresiv, me një popullat thellësisht jo perëndimore, nuk ka të bëjë fare me vlerat amerikane, por frustrimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë me Brukselin ka bërë ndoshta që edhe Rusia të duket amerikanëve si aleat. Në fakt, Ruel, duket sikur këto piketa për të cilat në fakt ti po flet me shumë të drejtë janë vendosur në takimin e Alaskës. Atë takim që analistët në fillim ndoshta nuk e kanë parë aq seriozisht, u duk më shumë si një show, si një shfaqje, por shpërfaqet dita ditës mjaft serioz. Pra, strategjia e re amerikane, sipas shumë komentatorëve, është një produkt në fakt i atij takimi të Alaskës, apo jo? Nuk mund ta them këtë gjë, ajo që unë di të them është që marrëdhëniet midis SBA-s dhe Brukselit janë të nxehura. Aktualisht Elon Musk, miliarderi më i madh amerikan, është gjobitur me 140 milionë euro, më saktë platforma X, është gjobitur për shkelje të rregullave të privatësisë së Bashkimit Evropian. Dhe mbas kjo ndodhi, e gjithë administrata amerikane reagojnë me ashpër. Sekretari Rubio shkroi në Twitter duke thënë që kjo është e papranueshme për Europën. Nga ana tjetër, vetë Elon Musk u bëri thirrje që Europa të shpërbohet për atë mos ketë Bashkim Evropian, mundej që kjo është një propozim skandaloz. Bashkimi Evropian duhet të reformohet, por është ta rikthesh Europën në periudhën e luftrave të shkrish Bashkimin Evropian, sepse e kemi parë që kur ti promovon këtë sovranizmin e tepruar, nuk ke asnjëherë pasoja pozitive në raport me paqen. Thënë kjo, kemi këtë gjë, në ana tjetër kemi kthirjet e Trump për formimin e një aleance të re, e një G7 të re. G5 më saktë, po. Ndjes? G5, në mos gaboj. Nuk e di terminologjinë, por nuk ka rëndësi, bëhet për një tjetër organizatë si G7, ku do të jenë vendet e anglosferës, mund të jetë dhe Rusia, nuk e di këtë gjë, por vendet e Bashkimit Evropian do të jenë të përjashtuar. Pra, është e vërtetë që nuk do të ketë asnjë vend nga Bashkimi Evropian, do të jetë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Japonia, e çuditshme që do të jetë Japonia në fakt, edhe ndoshta e thash Rusinë në mos gaboj, dhe ndoshta Kanadaja ose një vend tjetër. Unë kam dëgjuar te Australia në fakt, megjithatë nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë thirrje për disa vende, Austrinë, Italinë, Poloninë, që në një farë mënyrë të lidhin marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëdhënie tregtare dhe aleanca jashtë tutelës Brukselit. Pra ka bërë thirrje që duke nisur që nga Hungaria e para. Pra Hungaria, Italia, Austria, në mos gaboj, po, që të dalin. Dhe kjo është një thirrje shumë interesante në fakt. Kjo është një thirrje për krijimin e një koalicioni konservator
kryesisht katolik brenda Bashkimit Evropian, sepse janë gjithë vende në shumicë katolike, për të refuzuar politikat e Brukselit dhe për të lidhur marrëdhënie me Amerikën jashtë tutelës së Brukselit për t'i bërë presionin pamëndërë Komisionit Evropian dhe burokracisë liberale në BE që të ndryshojë kurs. Për kjo, unë jam thellësisht i shqetësuar. Mjaft interesante, Ruel, nuk e di nëse e ke ndjekur, unë e kam ndjekur shkarazi, po me qenë se ti ma shtive në mendje tash do në ri-informohem. Në Sloveni zhvillohet tani në dhjetor një votim për daljen ose jo nga NATO. Shumë interesante. Pra një si i thonë votimit popullor, se s'po më vjen emri tani, më ndihmo të lutem. Referendum. Një referendum për daljen ose jo nga NATO. Dhe nëse do të ndodhi kjo, është rasti i parë që një vend del me referendum nga NATO në ndikimin pikërisht të politikave të Trump dhe të kësaj strategjisë. Shumë interesante. Dhe nga ana tjetër, këtë unë fakt nuk kisha dëgjuar këtë si lajm dhe do ta lexoj mbas të emisionit, por nga ana tjetër, kjo u përmend në dokument, në planin 33 faqesh, por është përmendur edhe me deklarata zyrtare që nëse Europa nuk i ka kapacitetet ekonomike gati për të arritur shpenzimet mbrojtëse të vetat 5%, në normën 5% prodhimi brendshëm brutë dhe për ta marrë komplet në dorën e vet mbrojtjen e aleancës së NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të largohen nga NATO ose do të tërhiqen nga disa mekanizma të mbrojtjes kolektive që NATO-ja ka. Dhe është një thirrje tjetër që Trump e ka bërë. Pra, nëse Europa nuk merr në kontroll vet patin e NATO-s, ne Amerika do të ndalojmë së mbështetjen NATO-n në disa vëmendari të veta, që është de facto largim nga NATO. Domethënë, këto janë disa propozime që nuk janë të mira, nuk janë pozitive në rast se ato realizohen. Domethënë, shkrirja e NATO-s do ishte një fatkeqësi për botën e lirë. Unë mendoj që shkrirja e Bashkimit Evropian ishte një fatkeqësi për botën e lirë. Unë mendoj që marrëdhëniet midis Europës dhe Rusisë mund të normalizohen vetëm kur Rusia të denacifikohet, domethënë të mos jetë një shtet terrorist siç është tani, por të jetë një shtet normal që nuk e ka mendjen të pushtojë vendet rreth rrugës, por e ka mendjen të ushqejë popullatën e vet që e ka pa bukë dhe të shkollojë fëmijët e vet që i ka nga më të paedukuarit dhe më të pakulturuarit në botën e lirë dhe në botën qytetërore. Këto do të jenë prioritetet e Rusisë, jo pushtimi i vendeve rreth rrugës. Në këtë kuadër, nëse Rusia nuk ndron, një popullsi shumë e madhe pianece, nëse mund ta themi kështu me shaka, po themi. Në momentin kur ti çdo gjë që të rrethon e ke kot, alkooli është mënyra më e mirë që ti ta heqësh mendjen nga një shoqëri që është krejtësisht disfunksionale dhe që unë ja kam thënë disa miq amerikanë kur kemi bërë debat, Rusia nuk ka pikën e lidhjes me perëndimin, në asnjë facetë fare. Dhe në fakt teoricienët rusë e thonë këtë gjë, po nuk e di pse Trumpi se dëgjon. Pra ata e thonë vetë që s'kemi lidhje me perëndimin, ata e thonë vetë që ne duam të ndërtojmë botën e influencës ruse këtu. Pra si kundërvendje ndaj vlerave liberale perëndimore, liberale në sensin më të gjerë të fjalës, jo liberale të liberalizmit amerikan të majtë. Por ata e thonë vetë dhe Trumpi nuk e dëgjon këtë gjë, apo jo? Ai nuk e dëgjon dhe këtë ka Aleksandr Dugin, që është një prej dhe njerëzve më të afërt të Putin, që flet për Rusinë si Romën e tretë. Pikërisht pra. Pra ata e thonë vetë këtë gjë që ne jemi në kundërvendje me perëndimin, në sensin kulturor. Kjo ha debat, që Roma normalisht është për mua kryeqendra e perëndimit, por nga ana tjetër është një version tjetër i qytetërisë perëndimore, ai që rusët ofrojnë, që në fakt ndërthuret me disa premisa të bazës maga, pra konservatorizmi, krishteria. Okej, po edhe kjo është e vërtetë. Por konservatorët e Shtetit të Bashkuara të Amerikës që më kanë promovuar idenë e freedom, lirisë. Po. Dhe në Rusi nuk je lirë as nga shteti, nuk je lirë as nga shoqëria thellësisht tribale ruse, po dhe as nga ekonomia oligarkike, ë? Po klasa oligarkike patjetër, domethënë pasionarët rusë që janë të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me Kremlinin dhe me Putinin, ka një influencë shumë të madhe politika, ka një rreth vicioz ushtri politik, media oligarki që ndan paratë e rusëve. Putini është sipas Elon Muskut vetë ta është njeriu më i pasur në botë, domethënë Elon Musk nuk beson që është ai njeriu më i pasur, është Putini me asetet që ka poshtë për pjetë. Po shikoj çfarë po ndodh. Dje Bashkimi Evropian, nuk e di se e ke dëgjuar Egon, doli në fakt mori vendimin që do të konfiskojë
do të ngri 210 miliard euro asete ruse. Një në një farë mënyrë veprim që ishte paralajmëruar që Europa mos ta bënte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Amerika i tha mos e bë këtë gjë, Europa e bëri, u mendoj që ka bërë gjën e dur, sepse në një moment të saktuar makineria ushtarake e Putinit duhet të ndalohet. Ne kemi thënë edhe në gjeopolitik Rusia quhet a gas station with an army. Do të thënë është karburant me ushtri. Praktikisht, do të thënë ka vetëm është një petroshtet, ka vetëm naftë dhe gaz natyror që i ka produkte që i mbajnë ekonominë. Në momentin kur ti ja godet ato dy shtylla, Rusia dobësohet. Kjo nuk ka ndodhur për arsye se Kina është fuqizuar aq shumë saqë ka shërbyer si një prizë ekonomike për luftën e Putinit. Por nëse më pyet mua, blueprinti do të jetë i tillë. Europa reformohet, por nuk shpërbohet, reformohet, ndërkohë që Amerika vijon dhe në promovim ose jo të vlerave demokratike, liberale, drejtat e njerëzit, vijon të jetë ashpër ndaj diktatorëve, të cilët duan të glabërojnë sa më shumë vende që kanë rreth tyre.